Miq të Piskut, ju përshëndes sërish dhe ajo si çka kam kërkuar dhe i kam vendos vetes dhe uroj që të shkoj për mirë, po mundohem që brenda kësaj energjisë kaq bukur që për fat të mirë qelloj në këtë kohë që edhe unë përfitoj nga kjo gjëja emocionale e kësaj gjës çka po ndodh në Shqipëri prej 46 ditësh dhe si duket ka gjasa që do të vazhdojë derisa të arrihet ajo si çka kërkohet nga ata njerëzit e thjesht punëtor për te ata atyre gjërave që thuhen ose i thon ata që i cënohet interesi i tyre, mundohem që të kap element të mirë të kjo protestë edhe të jap zë aq sa kam mundësi unë në format e mia. Një nga ata njerëz është edhe Jurgeni që ka spikat të kjo protestë me shumë zell, me shumë dashuri dhe kur takum pak më herët, kur bëm atë bisedën që bëm ne para këtij regjistrimi që del publik, konsumumi kafe të shkurtër, shpejt dhe u orientua biseda tek ato temat që më pëlqejnë shumë tek e jashtmja dhe e brendshmja. Edhe më dha një bot kuptim tjetër Jurgeni të asaj gjës që unë shija pak më ndryshe dhe unë e shoh që njeriu duhet të ecë në raport me të brendshmën e vet për të vendosur në komunitet ose në shoqëri me atë siç ka sheh në të jashtmen. Pra do të ndërveprojë nëpërmjet karakterit vet për të komunikuar ose ndërvepruar me pjesën tjetër. Ndërsa Jurgeni e sheh të kundërtën, pra por më shumë na e shpjegoi. Jurgen, të falenderoj shumë që gjete kohë, edhe pse je shumë i angazhuar që nga dita e parë dhe ke spikat me atë pjesën që ke një zhanër tënd në pjesën e ndërtimit të fjalëve ose mesazheve si jep nëpërmjet rimave dhe godet fort. Mirë se të gjeta. Faleminderit që bëni këtë punë që bëni, sepse është shumë e rëndësishme që njerëzit të dëgjojnë të vërtetën nëpërmjet kanaleve të pavarura, jo mediave, se ato nuk na kanë nduar që ditën e parë. Kill the television, kill your television. The revolution will not be televised. Për bisedën që patëm pak më parë, e kam nisur ditën sot me një post që pash nga Bledi i Wake Up-it, që ishte duke lexuar ato letrat që ai zakonisht lexon. Edhe ishte duke folur aty për këtë Blen Sale. Po, ishte duke folur aty për këtë idenë që shumë gjëra që janë normale ne nuk duhet i pranojmë si normale, megjithëse shumica e njerëzve i pranojnë normale. Edhe një nga ato gjëra është perceptimi i botës. Për mua të paktën shumica e njerëzve e shohin botën nga brenda jashtë, ku vën veten e tyre në qendër, edhe bota është spektakli, do thoja. Unë e shoh që është e rëndësishme për ta parë botën nga jashtë brenda. Është më e gjallë në atë lloj forme. Neve harrojmë në përditshmëri që jemi të rrethuar nga njerëz si puna jonë. Ato që ndjejmë neve, i ndjejnë edhe njerëzit. Ato që mendojmë neve, i mendojnë edhe njerëzit, qofshin këta njerëz të afërmit tanë, apo një panjohur në kafe, apo edhe një politikan që është duke mbajtur një seancë plenare. Kjo është që kemi harruar edhe politikanët i kemi quajtur ose i kemi krijuar ose i kemi çuar deri në atë pikë sa që i konsiderojmë si zota. Ky është efekti pra ata janë si ne. Ky është efekti i kamerave. Për shembull edhe njerëzit që na shikojnë tani, më shikojnë mua edhe ajo, më thënë, përqafja e parë është karakteri. Përësisht duket si karakter vizatimor pak a shumë. Kamera, drita, media, të gjitha, por në brendësi jam njeri. Më thënë, të njëjtën gjë që ti që po më shikon, mund të mendosh, edhe unë e mendoj, të njëjtin ankth që ti mund të ndjesh, edhe unë e ndjej. Edhe kjo është ajo që ne harrojmë, duke e parë botën nga brenda jashtë, neve, domethënë, fokusohemi aq shumë tek vetja jonë, sa harrojmë pak a shumë se dale se edhe këta njerëzit e tjerë janë si puna jonë, është ndërlidhje, ne jemi bota vet.
uni i njeriut është brenda apo është jashtë? Do të se nuk arrit ta kuptoj këtë pjesën që kur e sheh nga brenda ti she pra je egoist, Nuk është çështje egoizmi, është më shumë çështje. Kur them brenda e kam në kuptimin e të brendshëm shpirtit, zemrës, qenies, emocionit. Është më shumë çështje mbylljeje. Unë këtë e kam pasur, domethënë që në vogëli, edhe duke u rritur, shpesh herë kur ecja rrugëve, duke shkuar për në punë apo për në shkollë, shikoja më shumë botën e jashtme, se sa veten time nga brenda, e kupton? Thjesht shikoja botën e jashtme dhe më bënte shumë kurioz, për shembull, nëse shifja dikë duke ecur, më bënte shumë kurioz ky koncept. Çfarë është duke menduar ai person tani? E kupton? Nuk përtej imazhit që ne shikojmë. Në parasysh ajo ndjesia kur takon dikë për herë të parë edhe të duket shumë perfekt, shumë që nga veshja, që nga karakteri, që nga mënyra të folurit, pa e njohur personin, çdo gjë duket në distancë. Kur është në distancë. Kur afrohesh, mua kjo nuk më bënte përshtypje. Mua që më bënte përshtypje edhe që edhe sot e kësaj dite vazhdoj, edhe të protesta ku jam për shembull, që vazhdoj e kam kur e shoh turmën, jam gjatë gjithë kohës duke menduar me veten, çfarë po ndjejnë këta njerëz tani? Çfarë është energjia e tyre? Ku e kanë mendjen në këtë moment? Çfarë emocionesh kanë? Dikush mund të ketë lodhje, dikush tjetër mund ta ketë mendjen çfarë do bëjmë më vonë, dikush tjetër mund ta ketë mendjen se si të jetë më aktiv në atë moment, e kupton? Edhe është kjo përqafje ndaj botës, kur ti mundohesh, domethënë ta nxjerrësh shpirtin jashtë trupit tënd, edhe ta bashkosh me trupat e tjerë. Fundjasari jemi të gjithë pjesë e një shpirti, që është gjithësia, Zoti, universi, çdo lloj që do ta quash. Po këtë mund ta bësh ti ose X-i, një individ, por këtë a e sheh që mund ta bëjnë edhe të tjerët? Shumë njerëz. Se e shoh që po lën raport siç mendon ti ose vepron ti, veprojnë edhe të tjerët në mënyrën si e shpjegova pak më lart. Unë mendoj që vedia njerëzore është duke u zgjuar, është pjesë e evolimit njerëzor, përtej poezive që unë shkruaj. By the way, tek Instagrami, tek linku në bio, mund t'i gjeni falas. Janë 2 libra online. Si ke Instagrami? That's Jurgen. That's Jurgen. Po, aty mund t'i gjeni. Aty ke edhe veprat, gjërat krimtarin që bën dhe Jurgeni. Po, tek bio ja lexon poezi falas, edhe në kuptimin e rreth fjalës janë falas për t'u shkarkuar 2 libra. Ke 2 libra? Po. Janë online libra? Janë online. Si ke botuar, domethënë, të prekshme fizike? Jo, nuk Kushdo që ka mundësi për ta financuar, për ta ndihmuar në këtë pjesë Jurgenin, pse jo, do ishte diçka që me këtë sezon veror që jemi, mund ta ketë si aksesor edhe në pushimet e tyre. Edhe përtej kësaj, unë jam edhe pak fan si neuroshkencës, edhe mënyrës se si truri funksionon, sepse është mekanizmi më i avancuar që neve njohim. Truri njerëzor është përgjegjës për krijimin e kësaj shoqërie. Kështu që studimi i tij si organ është ajo që neve na çon përpara. Si është një poezi nga ja harroj emrin, edhe nuk dua ta gaboj, këtë e kam te një nga highlightet. Këto e kam lexuar tek libri A Thousand Brains nga Jeff Hawkins. Ku ai që e ka shkruar poezinë thotë the universe in your brain, universi në trurin tënd, që është pak shumë e vërtetë, sepse kur bën një rezonancë edhe shikon mënyrën se si neuronet lidhen me njëra tjetrën, në sinapset që ato godasin, edhe e krahason me mënyrën se si yjet janë i qiell, është pak shumë njësoj. E kupton? Pra, kjo mua më duket si provë që neve jemi vetë një shpirt i tërë, thjesht copëza të tij. Mendohet si një dallgë në oqean. Dallga është vetë oqeani. Për avancimin e brezave që po të thoja nga ana e neuroshkencës. Por a kanë të gjithë mundësinë për ta parë në këtë formë, se fatin e kanë të gjithë që ta kenë trurin. Është çështje vullneti, jo çështje fati. Neve zgjedhim se çfarë duam të shohim. Shumica e asaj që ndodh në botë është thjesht zhurmë. Kaos. Noise.
Un kam një këngë që e bëj spam gjithkohës kur het story nga Hans Zimmer, është It All Just Noise, është emri i këngës, edhe njerëzit mbase nuk e kanë kuptuar se e bëj spam atë këngën, ta shpjegoj tash. Është një koncept nga Elon Musk, ku thot kur je duke vëzhguar yjet me teleskop, shumica e asaj që ti kap nga valët radio është noise, zhurmë, ti është static, ti është edhe 1% është sinjal. Mesazh. Po ai 1% është shumë i rëndësishëm sepse ai 1% mund të ndihmojë në avancimin e shkencës. Bota është njësoj, protesta është njësoj. Shumica e gjërave që njerëzit flasin në shesh apo në social media apo whatever, është thjesht zhurmë. Por edhe kjo zhurma ka rëndësinë e vet. Apo do thoja që zhurma është aty sa për të amplifikuar sinjalin. Kaq. Për këtë rëndësi e kisha. Po. Por ka edhe të keqen e vet, sepse ndonjëherë mundohet ta mbysi sinjalin edhe është goxha e vështirë që të kesh vedi aq të lartë sa për të fokusuar te çfarë ka vërtet rëndësi. Për shembull, dje doli kryeministri edhe foli atje ku ishte në Bruxelles, edhe mua ma dërgoi dikush në Instagram. I harroj emrin si e ka ajo vajza, më duket se Instagramin e ka Jam Bota Ime, që edhe ajo është aktiviste nëse do me ta ndiqni. Edhe më tha çfarë mendimi ke për këtë? Sepse lajmi që ishte shpërndar, nga ajo faqe që ishte shpërndar, thoshte e përmbledhur që protesta po jep sukses sepse po anullohet ligji 21/2024, ndërkohë që ajo që u tha, e vërteta, po. Se është gjithmonë ajo, kjo është lufta midis atyre kanaleve, si e thot njëra, si e thot tjetra. Kjo është ndryshimi nga si ata që ngrejnë dronat nga sheshi Skënderbej për të parë se sa njerëz ka tek kjo është ndryshimi nga zhurma dhe sinjalit. Ajo që kryeministri ishte duke thënë aty ishte që ligjin për investime strategjike, që në mos gaboj është ligji 20/2025, 20/2025, ai është për investime strategjike, atë do ta shfuqizojnë sepse e ka kryer punën e vet. Pra, ligji për investime strategjike do shfuqizohet sepse e ka kryer punën e vet. Po për zonat e vogla ishte 1/24. Para se të kalojmë aty, mendoje njerëz se çfarë është duke thënë. Ligji e ka kryer punën e vet. Pra, kontratat janë mbyllur, tokat janë shitur, investitorët strategjik kanë marrë hipotekat, ndërkohë që njerëzit e thjesht kur duan të marrin një hipotekë duhet t'i japin rishfet drejtorit hipotekës në Fierën, Vlorë, në Himar, kudo qoftë. Edhe nuk i hynën puna i ligj, se janë bërë pazaret. Është mbyll. Kurse për ligjin 21/2024 për zonat e mbrojtura, tha që do e rishikojnë, pra do i bëjnë një amendment, një rivlerësim, një amendim ligjit që të përshtatet me standardet europiane. Pra, është e qartë. Ligji i parë ka bërë shitjen e tokave dhe mbylljen e pazareve, edhe do shfuqizohet, s'na intereson. Ai i ke shit tokën, domethënë mbarove punë, tani do ta shfuqizosh atë ligj që nëse nesër pas nesër del para spakut, edhe thua edhe të bëhet pyetja që pse janë bërë këto projekte, pse janë shitur këto toka, ti thua ai ligj është e kupton, e kam shfuqizuar, po mundohet që të pastroj sa më shumë emrin e tij para drejtësisë. Edhe ligji i dytë po mundohet të ndryshohet sipas standardeve europiane që t'i japi leje këtyre investitorëve strategjik që të ndërtojnë aty. Kjo ishte e vërteta, ndryshimi nga zhurma dhe sinjali. Faqja që kishte shpërndar kishte thënë që protesta dha rezultatin e vet dhe ligji 21/2024 do anullohet. E vërteta ishte komplet ndryshe. Pra, që ta themi më qartë, ishte shumë e qartë kjo që the. Pra, takimi atje në Bruksel dje nuk pati asnjë lloj rezultati thua? As pak. Edhe Marta Kos që ka ajo vallë. As pak, domethënë ajo dje ka qenë një arsye shumë për të protestuar më fort sot, sepse u tha e vërteta, megjithëse këta përdorin eufemizma edhe fjalë të ngatruara edhe ato përkthyese kur bëjnë punën aty, po pra, edhe mundohen ta thonë në një lloj forme që populli i thjesht as nuk e kupton. Kjo është arsyeja që neve duhet protestojmë sot edhe më fort, edhe dalim shesh edhe më shumë. Po ç'është edhe kjo dekodifikimi i kësaj që bëhet ti, a e bën pjesa tjetër e medias dhe e atyre që janë shesh? Prandaj jam unë këtu. Më kujton George Carlin, kjo është një komedian që ka vdekur, po ka qenë shumë i mirë.
edhe ka një stand-up ku në një moment ai Kom flet rënqetë të njishëm me këtë që a thejë valla tani, ai në Jo, një të them me këtë pjesë, domethënë, kupto ku jetojmë, domethënë, na shitet ajo se çka ka, prandaj është e shprehja që them gjithmonë, jo se pra merrni gjithmonë të kundërtën e asaj që dalin thonë këto masivisht, domethënë. Kur ka diçka që përhapet në mënyrë masive, merrni gjithmonë të kundërtën dhe shkoni përtej asaj. ta marrë me një shembull që ai thotë ai stand-up, se thot shumë bukur për eufemizmat. Eufemizmi është fjalë të zbutura për t'i hequr kuptimin e vërtet të një fjale më të qartë. Shembulli që ai merr është në luftën e parë botërore. Studiusit zbuluan një gjendje psikologjike të ushtarëve në llogore. Është një gjendje psikologjike që ndodh kur sistemi nervor është mbi ngarkuar edhe është gati për të shpërthyer. Fjala që u përdor atëherë ishte në anglisht ishte shell shock. Do të thënë e përkthyer në shqip shok nga kapsollat. Shoku i kapsollave. Erdhi lufta e dytë botërore, edhe ky term u ndryshua nga shell shock në battle fatigue, nga shoku i kapsollave, që është me i qartë tha që nuk bëhet, e kupton je i shokuar nga kapsollat, nga shpërthimet e kapsollave, u kthye në battle fatigue, që është dobësim nga betejë. U zgjat pak si term. Pastaj në luftën në Kore, që Korea kundër Koresë, Korea e Veriut kundër Koresë së Jugut, makabër se që e kanë bërë edhe atij vendi, u ndryshua në operational exhaustion, lodhje operacionale, tingëllon si diçka që mund të ndodhte makinës. E kupton? Pastaj në luftën në Vietnam, u ndryshua në post-traumatic stress disorder, stresi post-traumatik, do të thënë PTSD, që ne themi sot PTSD edhe themi ka qapur edhe gjithë njerëzilliku është sterilizuar nga fjala e vërtet që ishte shoku i kapsollave, edhe tani është bërë stresi, do të thënë kur njerëzit e dëgjojnë post-traumatic stress disorder ose PTSD apo stresi post-traumatik, njeriu në përditshmëri as nuk e kupton fare kuptimin e asaj fjale. Është e njëjta gjë që bëjnë mediat, është e njëjta gjë që bëjnë politikanët, është e njëjta gjë, do të thënë është kjo gjua që përdorin këta të mirë ushqyerit, që njerëzit e thjesht mos t'i marrin vesh ata që ato thonë. Prandaj edhe ligjet kanë 700 milion gjëra aty brenda dhe asnjë nga ato nuk kuptohen. Si ai ligji 98-s që këta po mundohen ta ndryshojnë tani, që t'i japin fuqi, kanë të ndryshuar vetëm disa fjalë politike, edhe po mundohet t'i japin fuqi shikut që të hetoj çdo person që merr pjesë në protesta të së ardhmes. Është e gjitha tek fjalët. Edhe janë të vetëdijshëm për atë që po bëjnë. Shumë libra fetar që nga Bibla, që nga Kurani thonë që në fillim ishte fjala. Ne rritemi nga fjalët. Lexo. Ne rritemi nga fjalët. Mënyra se si psiqika jon apo truri jon zhvillohet është nga vetë fjalët, nga ajo që ne flasim, nga ajo që na thuhet, nga ajo që dëgjojmë. Edhe këta janë duke i përdorur këto fjalë në mënyrën më të keqe të mundshme për ta mbajtur jo vetëm këtë popull, jo vetëm Shqipërinë, po njerëzimin mbar botror për ta mbajtur të ngecur. Ata duan që bota të jetë cirku i tyre personal dhe ne të jemi punëtorët. Si po sheh protestën? Jemi ditën e dytë nga dita e parë deri më sot. Dje ka ndodhur një ngjarje që mua më ka pëlqyer shumë. Në protest? Po, unë dje kam qenë duke u ndjer pak melankolik do thoja, po më mungonte ajo energjia e ditës parë, ditës dytë, ditës tretë, kur fonia nuk ishte aq e madhe, edhe nuk ishte makina mediash përpara marshimit. Kur kemi qenë thjesht ca luftëtar, ca të rinj, që pavarësisht shiut që ra ditën e tretë, edhe na bëri qull, kemi qenë duke marshuar deri 1:30 të mëngjesit, duke thirrur për revolucion. Po për për zos. Dje ka ndodhur kjo.
kemi qenë tek stadiumi, te Air Albania duke kaluar aty, edhe gjatë marshimit. Po, gjatë marshimit, edhe makinat e mediave po bënin çiknaze, 1-2 e ndalonin, edhe po e mbanin turmën, më thon fundja fare pse duhet të bindemi makinave të mediave, e kupton? Kështu që Visi thjesht doli para makinave të mediave dhe i tha turmë sinjal, hajde kaloni, rini mbrapa ju mediat. Edhe pasi dolëm nga makinat e mediave, edhe i lam brapa, sikur ka marrë frym lirish, me thënë drejtë. Si të udhton ditë e parë. Uri energjia e ditës parë ku s'ka makina mediash, nuk ka sterilizim, nuk ka containment, si është fjala në shqip, nuk ka përmbajtje të protestës. Nuk është më e sterilizuar protesta. E kupton, është e gjallë, janë njerëzit tamam me atë dëshirën për të dalë në rrugë edhe për të protestuar. Janë të lirë, ajo është liria, ajo është liria. Tamam liri. Tamam liri. A mendon si do të zgjasë kjo gjë që ke parë, pra mendoj se këto ditë e fundit ka lind nevoja nga të gjithë ne që kemi qenë aty, që duhet diçka siç e theti që ka marrë një lloj zbehje, ku diun. Jo, nuk protesta nuk është zbehur. Me thënë drejtën, ditët e para nuk kemi qenë aq shumë njerëz. Ka qenë ajo energjia rinore, po turma nuk ka qenë shumë masive. Tani jemi më shumë njerëz. Edhe kur ka pak, edhe kur ka shumë, rëndësi ka që të dalësh. Si pak njerëz, si shumë njerëz, rëndësi ka të jesh në shesh. Për gjithë ata që e shikojnë këtë video, edhe akoma nuk kanë dalë, mendoni pak herës tjetër që do ju ndaloj një polic, ju që ngjisni makina, edhe je çik fare mbi limitin e shpejtësisë, apo je në telefonet, ndalon polici edhe ti hap xhamin i thua, shefi si kalove, hajde mos e rregulloj mirë portofolin edhe jep një veçe, apo të kthesh ditur çik pjatë ka pas qenë 10, jep një veçe apo 5 vjeçe. Mendoj pak. Duhet ta bësh, do të thënë është normale që ta bësh atë lloj gjë, nuk e kupton, herës tjetër që të shkosh në një spital, edhe ke një të afërm apo je vet me urgjencë, edhe pasi merr shërbimin, do t'i japësh lek doktorit, qoftë edhe për një lindje fëmije. Herës tjetër që shkon të marrësh një shërbim publik, kam xhaxhin që e ktheu makinën me gaz edhe shkoi për jo më larg se 2-3 ditëve, e ndihmova që të vinte që nga Fieri dhe ta çoja në Kamëz, ku bëhen këto letrat për vendosjen e impjantit të gazit. Për vendosjen e impjantit të gazit. Pasi mbaroi punë, ça habie, më morin telefon, se isha duke e pritur, morin telefon edhe më tha, po ma thoshe kështu si me zëtullët, ori dhe ndonjë lektyre ti pasi mbarove punë, tha mo. Është bë. Çdo gjë mbyllet me lek. Ajo që nuk mbyllet me pak lek, mbyllet me shumë lek, është edhe kjo shprehje atje. Njerëzit e kanë qejf të shprehje, por nuk duhet të jetë shprehje normale. Unë jam i vetëdijshëm që leku kontrollon botën, por jo në këtë lloj niveli, nuk gjërat që ne i pranojmë si normale, nuk duhet të jenë normale. Ajo ndenja në kafe që juve që nuk keni bashkuar akoma, që ju bëni që rini nga 2-3 orë në kafe, shkoni nga... Po për çfarë nuk dalin? Nga Austria shkoni në blok. Nga bloku pastaj shkoni një after pa. O vlla, nuk është normale kjo lloj gjëje. Do të thënë je duke dëmtuar motor, je duke dëmtuar veten tënde. Për te protestës. Elem protestën. Për te protestës. Thjesht vetë si njeri. Unë të paktën, përpara se të fillonte kjo protestë, që jam duke vazhduar studimet, edhe dilja nga shkolla, vija në shtëpi, pastaj shkoja në kafe, që edhe punoja edhe të gjitha, nuk kisha diçka brenda meje që nuk më linte rehat. Thjesht nuk më ndihesha rehat. Po tani e kemi atë që si rehat? Jo. Sepse jam duke bërë diçka, e kupton? Prandaj them, nuk është jeni duke i bërë dëm vetes. Nuk mundet, nuk është natyrale që ti thjesht të rish ulur në një ambient për 2-3 orë, pa bërë asgjë, duke ndjenjë telefon, duke konsumuar të njëjtat muhabete që i konsumoni, duke flirtuar me njëri tjetrin edhe nuk shkon askund. Edhe në fund fare, për çfarë qëllimi, për çfarë po jeton? Që thjesht bësh një punë, marrësh ca lek, mundohesh gjesh një partner, bësh ca fëmijë, plakesh edhe të vdesësh, do të thënë kush është qëllimi jot në jetë? Edhe di shumë mirë që do ketë njerëz që do thonë, mos po na tregon ti qëllimin tash. Shiko.
ka ndryshim pasioni nga qëllimi. Nëse ju doni të bëni atë që doni të bëni, ai quhet pasion edhe është egoist. Është ti e bën për veten tënde, për të marrë kënaqësinë tënde, edhe për të ndier mirë me veten. Qëllimi është për të tjerët. Kurse për të tjerët e kam për te i vetes tënde, për te i familjes tënde. Unë vetë në jetën time, kam pasur fatin e mirë, ose do thoja dhe vullnetin shumë të madh për të punuar fort tek puna që bëj si ekspert marketingu, edhe diku tek nga 2022 u rregullova shtëpinë prindërve, më në fund. Më vonë ndihmova edhe tim vlla që të mësonte të njëjtën punë që bëj dhe unë, që edhe ai të rregullohej, më vonë tim e motër, më vonë edhe njerëz të tjerë, edhe njerëz random, like edhe të panjohur, thjesht për t'i ndihmuar, që mos punojnë punë 9 to 5, ora 9-5. Kena të pavarësinë e vetë. Apo 10-6, t'jenë të pavarur. Edhe prap ndijesha brenda vetes, edhe deri para pak muajsh, sikur nuk kam bërë mjaftueshëm, sikur thjesht, më thënë, kam ndihmuar një pjesë të vogël të komunitetit apo të familjes, edhe ndijesha egoist për kësaj lloji. Që okay, kam rregulluar shtëpinë prindërve, është prapë për mua, e kupton, apo kam ndihmuar tim vlla, apo tim e motër, janë prapë njerëzit e mi, apo edhe këta pak njerëz që kam ndihmuar, cool, whatever. Çka kam shumë. Për mua është ky inati pasi ti del nga sistemi, kur ti punon si të marrësh $1.000 e parë në muaj, 2 sekonda pas asaj kënaqësisë, pasi e ke zbuluar si ta marrësh, atë $1.000, atë 1 milion lekë e parë, ajo rroga 1 milion lekë, e kupton? 2 minuta pasi e merr atë kënaqësinë vjen inati. Është ai inati që e mbajtur për aq shumë vite, i ndrydhur edhe t'janë thënë gënjeshtra, mbaron shkollën, fillon një punë, e ke të sigurt 800.000 lekë boll janë, e ke të sigurt, e kupton? Komfort. Po pra. Që të mbërthen. Edhe pasi del nga i komfort është ai inati që jo vetëm je mbajtur mbyllur për aq shumë vite, por e shikon se sa shumë duhet bësh për të ndihmuar të gjithë. Kur je vetëm sidomos. Tani jemi më vetëm, tani jemi bashkuar, edhe do qëndrojmë të fortë se kur, kështu që na u bashkoni dhe ju. Kush ta ka lënë këtë detyrë ty që të ndihmosh të tjerët? Unë e ndjej si detyrim personal që për mua të paktën, qëllimi im mbi këtë tokë. Se me këtë pyetje duhet shkoj po ke fillimi i temës, ëh? Qëllimi im mbi këtë tokë është që të zgjoj sa më shumë njerëz, ashtu si edhe vetë mendoj se jam zgjuar, base jam gabim, base jam dhe vetë në gjumë, por shoh të vërtetën në rrugë ditë për ditë edhe nuk më pëlqen, edhe për mund të rish indiferent nga kjo gjë. Nuk mundet. Për sa kohë njerëzit nuk janë të lirë, askush nuk është i lirë. Për sa kohë njerëzit vazhdojnë punojnë me 3 turne, dhe marrin një 500.000 lekë në muaj, askush nuk mundet thjesht shkon dhërmi edhe merr zhezlonin 50.000 lekë në vit 6 edhe bën sa video, ndërkohë që tjetri është duke punuar atje në fabrikë dhe po djersit për atë 50.000 lekë që ti je shpenzon aq lirë. Po ç'pun kam unë me ta, do thonë njerëzit. Është sistem. Kur ti je duke ngar atë makinën tënde në ato rrugë të pastra, është një punëtor që i ka pastruar ato. Është një punëtor që ka lidhur ato fijet e makinës, se a makina që ti po ngjet. Po është çështje zgjedhje, siç e thënë pak më lart, është varet ku do të pozicionohesh. E kuptoj, por është edhe çështje bashkëpunimi. Është edhe çështje bashkëpunimi. Ai se ka bërë luftën që po bën ti për shkak se ti je duke ngar makinën, edhe është një punëtor që i ka lidhur ato fijet, edhe ai punëtori mund të jetë edhe fëmijë. Mendoje pak të herën tjetër që je duke përdorur qoftë edhe një iPhone, apo je duke ngar një Hyundai. E kupton? Apo një Audi ose whatever. Ai person që e ka, do të thënë, se realiteti është komplet ndryshe. Tek lagja ime në Patos, atje ku kam prindrit, për të jetuar këtu në Tiranë, po atje ku kam prindrit, tek lagja përballë, është një fabrikë këpucësh, ku aty janë qepur edhe këpucë nga këto angleze, Timberland, edhe ka pasur fëmijë. Unë kam qenë vetë një nga ata fëmijë që në moshën 12-13 vjeç na paguanin 200-300 lekë pala të vjetra
monedha, për të qepur një palë këpucë që ti duheshin 1 orë për t'i qepur, 1 orë e gjysmë, t'i qepje me dorë, e kupton? Ndërkohë që atje shiteshin. Mendoje, do të thënë, shoqëria është një grup njerëzish që kanë vendosur të vinë bashkë me njëri tjetrin edhe të bashkëpunojnë. Edhe ti jesh njeri do të thotë duash njerëzit, po si mund t'i duash njerëzit kur I përbuz njerëzit? Prandaj ju flas juve që na shikoni, nëse jeni njerëz, duajini njerëzit, mos I përbuzni njerëzit, sepse janë po prap këta njerëz që po ju japin juve atë komfortin që ju keni sot. E dëgjoj shpesh kur merr fjalën atje në protestë që drejtohesh vazhdimisht me o njeri. Shiko, nuk ka vlerë t'i flas sheshit sepse sheshi është aty. Nuk ka vlerë t'i flas politikanëve, se politikanët nuk dëgjojnë. Kështu që dua t'i flas njerëzve që janë nga shtëpia, edhe nëse disa nga ata do më urrejnë, sidomos brezimi I rritur, edhe do... Pse mendon se do të urrejnë brezim I rritur? Sepse është kjo lufta midis gjeneratave, është ai koncepti që po të thoja pak më parë, ta lidh edhe me atë të neuroshkencës. Kur bëhen këto studimet bakteriale, mënyra se si gjenerata A ndryshon nga gjenerata B, gjenerata B avancon që mos t'i preke njëta smundje që mund të vrasë gjeneratën A. Njerëzit janë pak a shumë thoj, neve quhemi Gen Z, edhe neve kemi avancuar nga brezi para nesh, që kanë qenë baby boomers, apo Gen X, apo dhe millennials. Ata ishin më të dhunshëm. Ne jemi paqësorë prandaj bota na do. Edhe është kjo paqja jonë që gjeneratën më përpara e bezdis pak. Po të shikosh kush janë ata që bëjnë thirrjet për dhunë, edhe sot e kësaj dite në shesh janë njerëzit e vjetër. Po të shikosh kush janë ata që na shajnë në Facebook, për shembull Instagram, shumicën e videove që kam në Instagram, janë komente pozitive. Kontrasti me komenteve nga Instagrami dhe Facebooku është I qartë, e kupton, në Facebook janë njerëzit që janë gjenerat tjetër edhe ata më shajnë më shumë. Prandaj kur unë them o njeri, edhe ai tjetri që më dëgjon mund të jetë 60 apo 50 vjeç, edhe do më shaj, të paktën ai do ketë një pinë mbesën, fëmijën aty 12-13 vjeç që do I thoj babi, kush është ky që po më flet mua? E kupton? Kështu që është tip programimi. Tek ajo, shumë mirë që ke zgjedhur të formë për të çuar mesazhin tënd dhe për të thirrur. Tek ajo pyetje që bëre pak më lart, që thash kush ta ka dhënë si detyrë ty që të e kisha deri diku si formë ngacmuese, që ti të zgjosh ose të vesh të tjerët në lëvizje. Si ka qenë më parë shoqëria? A ka pas më shumë njerëz që ishin pjesë e komunitetit, bashkëvepronin, ndihmonin njëri tjetrin? Njerëzit janë munduar. Si ke dhënë ti kontributin tënd? Njerëzit janë munduar të zgjojnë. Dhe si është zhbërë kjo? Kush e ka zhbërë këtë gjë? Kush e ka dëmtuar? Është luftë e mira midis të keqes, domethënë po studiosh pak histori, një nga të parët që ka ngritur zërin kundër sistemeve, se jemi mbajtur të nënshtruar për një kohë shumë është e frikshme, domethënë sasia e kohës që na ka mbajtur të shtypur. Një nga të parët ka qenë vetë Napoleoni, që ishte I pari që I doli hapur kundër mbretërive. Kur kishte bjerë nëna atëherë ishte kundër mbretit, e kupton, edhe ai ishte një nga të parët që e bëri, që ka qenë I vetëm që doli kundër çdo monarkie. Gjersa edhe ata që ishin armiqtë e betuar, Anglia dhe Franca, edhe agjentura franceze që ishte vetë brenda, u trembën sepse thanë, oh, dale se ky tani është duke I folur njerëzve edhe njerëzit që janë vetë në mbretërinë tona mund të ngrihen kundër nesh. E kupton? Kur mbreti ka banketin edhe mbretërinë e vet, nuk do që njerëzit ngrihen kundër tij. Edhe kur del një kokë krisur edhe thotë, ore, pse është ai mbret? E kupton? Ose mirë që është mbret, po pse po hapo pija aq mirë ndërkohë që njerëzit po vdesin në rrugë, ndërkohë që fëmijët po vdesin në rrugë. Është një gjë që po ndodh edhe sot. Me protestë. Jo vetëm këtu. Më rastisi takova 2 gazetarë Ukrainas, edhe më dërguan në Instagram një video të një proteste që është fiks një njëjti format që po ndodh në Ukrainë, harrova emrin se si e ka ai revolucioni I tyre, që ka 500 e kusur ditë që po ndodh atje. Nëse ne jemi te ditë 26, ata janë dita 500 e disa. Edhe është një njëjti format. Marshojnë, më thënë kur e parë si video, vetëm flamujt ndryshonin, që ishin flamur Ukrainas. Edhe thash, wow. E çka kanë arritur ato me 500 e sa ditë? Rezistencë.
Serbia protestoi gati 2 vite gjithsa Vučići dha dorëheqjen. Kështu që Edhe kjo nuk po, okay. e kupton? Ajo që mua më trembi aty ishte, më thënë përveç inspirimit që ata kanë rezistuar aq shumë. Ajo që më trembi është që nuk ja kisha iden për atë protest. Më duhet ta zbuloja nga këta. E kupton, ka pothuajse 2 vite që po ndodh, edhe tani po e marr vesh nga disa Kretë rasisht. nga disa të pavarur, nga disa Kush media nuk do ta transmetoj sepse ata janë të vetëdijshëm që media është e shtetit. Cirku është i shtetit, e pushtetit, e parlamentit. Shteti do ishte mirë, por është pushteti. Mira midis të keqes. Domethënë, bota është një cirk. Një cirk i madh, edhe janë drejtuesit e cirkut, që janë njerëzit e padukshëm, janë ata që e kanë ndryshuar emrin nga 17 herë dhe jetojnë në Dubai edhe kanë me triliona të padeklaruara, janë ata që jetojnë në Amerikë Latine dhe kanë prerë koka njerëzish për jetesë dhe nuk kanë as identitet, edhe janë ata që japin urdhrat që nga lart, që më vonë pushtetarët i zbatojnë edhe financojnë mediat, edhe financojnë VIP-at, edhe financohet çdo gjë. Edhe papritur ti fillon mendon nga del ky lek, nga del ky artist i ri për shembull që del nga hiçi edhe bëhet mega hit edhe është duke kënduar edhe të rinjtë duan është gjithë sistemi mbrapa ti. Është gjithë sistemi edhe njerëzit nuk ndalojnë një herë që ta pyesin veten se çfarë mesazhi po jepet. Si po programi, se asgjë nuk ndodh kot. Çdo gjë është plan. Këtë e bëjmë marketing, është pjesë e punës që unë bëj. Kur bëj planin e marketingut për një klient, jam 6 muaj para, jam në nëntor tani me planin e marketingut për një nga klientët e mi. E kupton? Do thënë, e di shumë mirë se çfarë do postoj në nëntor. Edhe unë jam një individ që e bëj këtë lloj gjëje, një ekspert marketing, po një agjenci me miliarda dollar mbas vetes. Një makineri propagande aq e madhe. E kupton sa para janë këta me planin? A e ka pushteti jon, pra qeveria jon, e ka këtë lloj fuqie? Absolutisht po. Absolutisht, domethënë plani është me dekada para për ata, janë thjesht ndryshime që vijnë gjatë rrugës apo agjentura që mundohen ta manipulojnë opinionin publik gjatë rrugës që t'i përshtatet sa më mirë formatit. Është cirk. Edhe më në fund, të paktën këtu, cirku ka rënë, tentat janë zhveshur, elefantet kanë marrë rrugën. A është realisht kjo? Po. A është realisht? 10 ditë e para, asnjë nga mina nuk na mbështeti. Asnjë nga VIP-at nuk na mbështeti. Askush nuk foli, askush nuk pati guximin që përmendte qoftë edhe një foto, një pankart nga protesta, një Rama jep dorëheqjen. A ke koncert më vëlla? Kush e bëre kaq të madhe këtë protestë? Njerëzit vet. Pa dashur të qenë një gabuar apo konspirativ, mendoj që kjo vedije që është zgjuar, është e simuluar. Nuk dua të më të them se si apo nga kush, por mua e lidh prapë me punën time me marketingun edhe këto shprehje si Ramamburg, Berishamburg, që është shpreha që mua më bëri që të bashkohesha në protestë ditën e parë. Më duket mirë planifikuara si shprehje. Është orkestruar. E mirë planifikuar, po, me thënë e mirë menduar, plan marketingu, çfarë do ju bashkojnë njerëzit bashkë, shpreha Ramamburg, Berishamburg. Nga kush? Nga vetë protestuesi? Nuk di ta them tamam nga kush apo kush ka qenë ideatori i thirrjes. E kupton? Unë di që unë vetë kam qenë ideatori i thirrjes. Nuk ka ardhur natyrshëm domethënë kjo. Nuk mendon se ka ardhur natyrshëm si gjë. Jo, por ka qenë një zjarr që do ndivej. Gjithsesi, në mos tani më vonë. Është shprehje që ka bashkuar më shumë njerëz thua që i ka. Për neve po, tani imagjinohet të kesh imagjino të shkosh në Amerikë. Edhe të bërtathesh Trump in jail, Biden in jail. Imagjino të shkosh në Itali edhe të bërtathesh Meloni in jail edhe pala tjetër in jail, se si a dia themrat, apo Macron in jail edhe pala tjetër in jail, apo Putin in jail edhe pala tjetër in jail. E kuptoni, imagjino të shkosh në këto vende edhe të bësh këtë thirrje kaq të dyja partitë. Kjo do të thotë që ti je kundër gjithë sistemit, pra. Kundër gjithë cirkut, po. Edhe kjo ekspozon. A i kemi ne fuqinë që të jemi kundër kësaj gjës kaq të madhe që ka ndërtuar ta? Jemi duke e marrë fuqinë për mira vjeçar, neve na është rrëmbyer fuqia si njerëz, edhe le të kalojmë pak më mikro në Shqipëri, para se të kalojmë në botë. Pra po këtë lloj sistemi që në Shqipëri, me këtë që po ndodh, me këtë protestë, me këtë gjë, me këtë zgjim që e konsiderojmë.
A e kemi në fuqinë që ta zhbëjmë këtë lloj cirku këtë sistem që kanë ndërtuar? ndërtuar? Po. Cirkun e kemi zhbërë, domethënë nuk kam, nëse shiko, nuk është lojë, se Për për këta që të motivuar të tjerë. Jo, këtë po e gjë, them, po e them në është kuptimin e realisht. vërtet të fjalës. Okej. Në kuptimin kur ta ulan balla ngre dronat e tij, apo ai Sokoli Balla. Sokol Balla I ABC-s. I ABC-s Po, që mundohet të reporti, to mediat e këtyre. Këta që duan ta kthejnë si kur protesta është thjesht një lojë, nuk është lojë. Nëse kjo do ishte sha, ne do përthithim sha mat që para 46 ditësh, sepse i kemi turpruar të gjithë këta që nuk kanë folur dot për protestë, nuk kanë pasur guximin as të thonë që po ndodh protestë. Bënin pa diturin. Bënin, domethënë, edhe vetë VIP-at bënin çfarë po ndodh. Jo, s'ka protestë. Ç'ne? Apo pse janë bllokuar rrugët? Jo, nuk ka protestë. E kupton? Eyes closed, ears closed, mouth closed. Edhe kjo tregoi mirë. Dante thot vendet më të errta në ferr janë rezervuar për ata që ruajnë asnjësinë e tyre në kohë krizash morale. Kështu që kjo tregoi mirë se si funksionon sistemi. Domethënë, nëse ti je një VIP apo një artist apo një pronar biznesi, të një biznesi të njohur apo ku diun, edhe ke një popull të revoltuar, të pafajshëm, të papërlyer me parti. Po mos ndoshta ato mendojnë që nuk është populli aty. Është provë që është populli, sepse aty ka njerëz si puna ime që nuk kanë kur fare interesi. E kupton, universitetin e kam privat, puna që bëj janë freelancer, jam njeriu i fundit që duhet dilet protestoja. Fundja fare, nëse do e mendojmë, kam terezin time, kam terezin time. Mund të Ti sheh popull aty në protestë? Unë e di që është popull aty në protestë, sepse kanë folur me masivisht shumë njerëz që janë aty personalisht, pa bindje politike, njerëz që nuk kanë votuar, të paktën mosha ime, njerëz që nuk kanë votuar asnjëherë, edhe thjesht i ka ardhur majt hundës me gjithë sistemin. Pash ish kunati në protestë. Djalë 23 vjeç që po studion, po mbaron studimet për arkitekturë tek Polis. Ç'a interesi ka i dalin protestë, është universitet privat. E kupton? Thjesht i fut hipën avionit, ikën punon jashtë dak. Po kështu do vazhdojmë? Ne na duket mburrje kjo. E ke parasysh kur ndodhin këto mbledhërirat, zakonisht që për vajzat më shumë që të keqë mami punon jashtë ai, apo ka letra gjermane, apo ka studiuar jashtë, na duket mburrje kjo. Po sa turp është, më thënë që ta shikosh si mburrje, ta shikosh si mburrje jetesën jashtë, apo studimin jashtë. Po Gjermania mendon për veten e tij, shikoj se unë studioj në Gjermani, jam për atë është. Më thënë ajo që është normale për ata, për neve është mburrje. Ajo që është krejt normale për ata, që për ata është thjesht po studioj, për neve është ai punon në Gjermani, ai studion në Amerikë. Ai që është totalisht normale. Larg dheut, larg familjes, larg është plan. Edhe jo vetëm Shqipëri, domethënë mënyra se si unë e shikoj të paktën, nga ta nis nga aspekti mikro dhe pastaj ta çoj në aspektin makro. Unë vetë kur kam ardhur në Tiranë 2014-ën, ëndra atëre ishte të vijë në Tiranë. Domethënë, imagjinoje tash ti je 18 vjeç edhe ëndra jote e jetës të jetë vetëm Tirana, të vinë në Tiranë. Erdha në Tiranë. Edhe kur erdha në Tiranë, pash që qyteti është i egër, i kapur, nuk ja dili e dot, pa vuajtur. Edhe kemi vuajtur, shumë. Duke ndruar nga 30 punë edhe duke u munduar, domethënë, sadopak për të mbijetuar. Që aty pas e ëndra u bë, duhet iki jashtë. E ke pasur edhe këtë dëshirë? Absolutisht, biles, nëse më shikoni ndonjëherë me ndonjë post ku del qyteti New York, me ndonjë video ku të qytetit të New Yorkut, unë aty shpesh, unë nuk kam qenë asnjëherë as kam mundtuar shumë pak, domethënë kam qenë ja 3 muaj në Holland, jo për atë që mund të mendoni ju. Nuk e mendoni Merresha me muzikë, bëja rap, edhe kam vajtur 3 muaj në Holland, ku jam munduar të avancoj me karrierën e muzikës atëherë, jam 22 vjeç, edhe nuk eci, whatever, u ktheva prapë. Pak në Greqi, pak në Bosnjë, kaq. Nëse shikoni ndonjë video të New Yorkut edhe shikoni aty një koment timin që lexon I live as a millionaire in New York City, është thjesht manifestim. Sepse dua të thjesht ta shikoj një herë me sy si qytet, kaq.
Tani, nga aspekti mikro që po të thoja, ëndra ishte të vija në Tiranë pastaj të shkoja jashtë. Edhe jo imi, po i gjithë studentëve atëherë në 2014, ishte kjo dëshira që të vete në Gjermani, apo në Suedi, apo ku diun. Mos ka qenë edhe kjo planifikuar po nga sistemi që ne na ushqen këtë lloj dëshire? Tani të ta shpjegoj nga aspekti makro. Nga klientët që unë kam punuar me mbi 200 klientë, të gjithë të huaj, Amerikan, Anglez, Izraelit. Një gjë që më ka bërë përshtypje tek ata që kur i pyes, ku jeton? Ai më thot Toronto, apo New York, apo Texas, apo Sheffield. Okej, sa ke që jeton aty? Oh, më gjithë jetën. Edhe më ka bërë shumë xheloz kjo lloj gjëje, sepse kur ti e rrit tek shtëpia jote, tek komuniteti jot, i ke fuqi. Imagjino tash. Imagjino mua, jo në Tiranë, po në Patos, me komunitetin tim, me njerëz që unë njoh, me familjarët e mi, me lagjen, edhe ti jemi aty të gjithë bashkë. Kjo të jep fuqi. Kjo të ngre, si gjë. Të bën që ti për të ardhmen tënde të punosh, të kesh një biznes, një punë, një perspektivë. Ç'a bëjnë këta? Ta na mbushin mendjen ne. Është edhe migrimi që ndodhet brenda Shqipërisë. Migrimi, po. Shumica e popullsisë përqendrohet në Tiranë. Ti vjen këtu si student e ke mendjen duhet paguash qiran, duhet gjesh punë, duhet merresh me shkollën, pasi mbaron shkollën, duhet gjesh punë tjetër që ta lidhësh me shkollën, se po nuk e lidhe me shkollën do të duket sikur i ke marrë diplomën kot, edhe e di që shumë studentë do ndjejnë këtë që po them tani, nëse s'keni dalë protestë, dilin protestë, nëse po e marrni diplomën që po u flet po shkrevatit. Apo e keni bler. Një nga këto dyja. Edhe kur ti vjen këtu edhe e lësh shtëpinë tënde, nuk ke më fuqi, sepse ke gjithë këto probleme, kupton, nuk e ke më mendjen ti për asgjë më dok. Fare. Po kur bëhesh emigrant? Shumë fish. Ato probleme shumë fishohen edhe papritur ti ke, më thënë, jo vetëm që nuk e ke mendjen për asnjë lloj gjëje. Po tani të ka zënë edhe paniku sepse po mendon me veten tate ditën kur do vdesësh, ku do e kesh varrin në Gjermani apo në Shqipëri? Po të pat ngel tokë në Shqipëri. Po të pat ngel tokë në Shqipëri. Tani ky lloj plani po të lamu fut në Shqipëri. Ky lloj plani po ndodh edhe masivisht për botë, nuk dua të dinë që ose je demokrat, socialist, republikan, se amerikanët e kanë Republican Democrat, është një plan që edhe atje është duke ndodhur. Këta marrin njerëz, po ta shikosh këtu për shembull, ke plot punëtor kioskash apo të karburantesh që janë filipinez. Se ata i gënjejnë, i thonë ikni nga shtëpia e tyre, hajdeni këtu. Edhe i thonë të huajve, më thënë i thonë vetë vendasve të tyre, amerikanëve apo anglezëve, shkoni jetoni në Shqipëri apo shkoni jetoni në vendet botës stres, sepse atje është më lirë. Do të thënë po bëhen dy lloj marketing, është marketingu i punëtorëve, e janë i punoni këtu se paguhesh më mirë, edhe marketingu i pushuesve, shkoni pushoni apo jetoni atje, si është mbushur dur si plot me italian, që janë transferuar aty përjetësisht, sepse atje është lirë. Kjo lloj zhvendosje e njerëzve, po i heq njerëzit nga shtëpitë e tyre që ti marrin njerëzve fuqinë. A e di pse izraelitët janë aq të fuqishëm sa janë? Pse? Ta them unë. Edhe kjo nuk është teori konspirative, dhe nuk jam kundër izraelitëve. Me thënë drejtën, nga që kam punuar me shumë izraelit, i admiroj vetëm për një arsye. Ata kanë një traditë që quhet bar mitzvah, që shumë pak njerëz dinë se çfarë është në të vërtetë. Kur fëmia mbush rreth është kulte të ndryshme e kanë moshë të ndryshme. 16-18 janë ato moshat e duhura. Ata bëjnë këtë traditë, ku mblidhet komuniteti edhe mbledh fonde për të ardhmen e atij të riu, qoftë vajzë apo djalë. Kjo është bar mitzvah, është traditë izraelite që ata të ndërtojnë të ardhmen e atij personi. Jam prezantuar me këtë lloj gjëje kur isha 26 vjeç, edhe kapa një dy klient, dy djem që ishin izraelit edhe punonin në Rumani, jetonin në Rumani edhe kishin hapur një biznes që shifnin stampa. Me thënë thjesht ç'a ideje, një stampë e vogël me boj për fëmijë. Kur e çon fëmijën në kopsht që mos t'i humbasin rrobat, i me atë stampë, i stampon emrin këtu mbrapa edhe kujdestarja e di që ajo rrobi takon këtij fëmije. Me atë biznes ata ishin duke bër 30-40.000 dollar në muaj. Edhe kur i pyeta, ore, po
si e keni nisur, si që të hapësh një biznes e-commerce, do fonde për reklamimin në Facebook. Ajo është ajo që e merr shumicën e fondeve. Edhe këta më thanë nga bar mitzva. I thash më shpjegoj pak ç'është. Se kisha dëgjuar edhe herë tjetër, e thotë ai reperi Lil Dicky tek një këngë që ka me Snoop Doggun ku kënga është tip parodie. Po unë ta thash, studioj sinjalin nga 99% e këngës që zhurë, mua më ka kapur truri atë 1% sinjal, ku Snoop Doggu i bën pyetjen që how did you get started with this rap shit? Edhe ai thot with my bar mitzvah money. Edhe kur e kam kërkuar se ç'a është kjo tradita që ata mblidhet, gjithë komuniteti, imagjino tash, të vi kushërir jot i pari, i dyti, i tretë, lagje gjint, aty ku ti jeton, aty ku ti je rrit, në patos ku jam unë, griz, të mblidhet gjithë lagja, 1000-2000 banor sa janë, edhe të mblidhet një fond, qoftë edhe $50,000 për të ardhmen time kur unë jam 18 vjeç. E kupton ç'a organizimi kanë ata si popull apo jo? Më thënë, kjo i bën kaq të fuqishëm ata. Kjo është ajo që ata i bën kaq të fuqishëm sepse ata mbar, më thënë, kudo që ata të jenë botë. Qoftë Shqipëri, qoftë në çdo lloj vendi të botës që ata të jenë, ata e bëjnë këtë traditë dhe e kanë rigoroze. Kjo është ajo që ti çka i admiron që e kanë. Kjo është e vetë një arsye pse unë ata i admiroj. Çka po i bëjnë botës edhe për çka ishte edhe arsyeja që u ngritën shqiptarët në protestë. Këto janë agjentura. Që ka humb pak edhe rrugës gjatë protestës. Shiko, këto janë agjentura pasaj që kanë interesa personale, ashtu si edhe ne vetë kemi interesa personale. Do me thënë, nuk mund të drejtosh gishtin një populli. Nuk mund të thuash, gjithë fajna kanë izraelitët që bota është kështu. Jo, jo, sepse, ai mund ta ketë pasur qëllimin e keq, po jeti vetë si Edi Rama që e ke lejuar apo jo? Jeti vetë si votuesi i Edi Ramës që ja ke dhënë votin Edi Ramës, që Edi Rama ja ka dhënë pushtetin ose ja ka dhënë tokën filanit edhe po të shet shtetin, e kupton, është faj, është zinxhir. Ose është jetim, një nga këto dyja. Këtë e ka thënë ai Shpend Gashi te një video më ka pëlqyer që faj, do të thënë, o është zinxhir, edhe është i të gjithëve ose është jetim. Kështu që një shembull që ne mund të marrim nga ata është ky mirë organizim që ata kanë. Po problemi që neve kemi, o njerëz të dashur, është që neve na shton kjo gënjeshtra, lëre shtëpinë, lëre prindrit, lëre komunitetin, edhe ik Tiranë, ik jashtë shtetit, ik në Amerikë. Amerikanët i shton hajde këtu se është lirë, edhe amerikani e beson gënjeshtrën edhe vjen këtu, edhe kjo na mban të pafuqishëm. Në mban larg komunitetit. Ndërkohë që ata bëjnë të kundërtën, ata arrin në komunitetet e tyre, i ndërtojnë komunitetet e tyre, çfarë ardhmë do kishe ti, sikur gjithë komuniteti jote të jetë. Çfarë synojnë ata? Pse duhet vinë në Shqipëri? Kush? Izraelitët. Që po flitet për pjesën e investimeve e gjëra. Për pjesën e teorive, nuk mund të them qëllimet që ata kanë. Po mund të them që nëse ato qëllime janë të këqija, jemi ne që po e lejojmë. Jemi ne që po e lejojmë. Janë vetë njerëz, janë ata që janë, po vlla, si mund të rish në kafe. Edhe në Natallin neve. Si mund të komentosh aty në Instagram apo në Facebook, ju idiota që dilni aty, okay? A është kjo një arsye që ti del në protestë? Arsyeja kryesore pse unë dal në protestë është zgjimi i vetdijes njerëzore, shprehja origjinale. Edhe këtu po e dëgjoni për herë të disajt ndoshta. Shprehja origjinale revolucion ka ardhur nga unë. Unë kam qenë i pari që e ka thënë. Atje në protestë. Po, ditën e tretë kur bëj çka koincidencë, bëj ndeshja Shqipëri-Izrael. Edhe na kishin vënë gardë policor te ure Tajvanit. Që bëhet rrugplasje. Edhe autobotin me ujë, nuk donin të na linin të shkonin para kryeministrisë. Turma aty filloi po përciste hapeni rrugën, edhe un kam qenë aty me një shoqe, edhe nuk e di, më thënë thjesht e ndjeva brenda vetes që të bërtisja revolucion. Edhe kam bërtitur vetëm si idiot për ja 5 minuta o dak. Gjersa kisha njerin gjitur me mua që më pa njerë kështu se aje pa që unë s'po ndaloja, e kupton? Edhe ja bëri një dorës kështu që me atë gestin që punë e madhe po i bashkohem, u bashkua ai, pastaj u bashkua gjithë turma gjersa fam. Thyem gardin policor edhe revolucioni që të erdhi aq nga brenda, çfarë kuptimi kishte tek ty në atë moment nga kjo gjë që po ndodhte? Në atë moment unë ndjeva kaq. Shprehja hapeni rrugën apo
Rama Hamburg, Berisha Hamburg, apo nuk e di, domethënë Edi Rama ka marru apo whatever. Këto shprehjet për atë moment flas, se si shprehje për turmën janë shumë të mira, po për atë moment specifik për të thyer gardhin policor nuk po funksiononin. Njerëzit po bërtisin hapin e rrugën sa donin dhe ata s'po e hapnin rrugën. Kështu që unë thjesht e ndjeva në moment thash, çfarë është një fjalë që popullin do e energjizoj, që edhe policin do e friksoj që ta hapi rrugën. Se po t'i thuash hapin e rrugën s'dua. Po për t'i thua edhe thua si turm revolucion edhe polici vet, domethënë në vetdijen e tij, mbase nuk nuk e di kuptimin se çfarë do të thotë revolucion, po thjesht në vetdijen e tij është ajo që në 10-ta. E kupton? Revolucioni i Napoleonit, revolucioni rus, revolucioni i Çekosllovakisë, rënia e murit fillon është vetë në vetdia që bën një lloj përmbledhje të gjithë historisë dhe kaloni spot. Na e hapën rrugën. Pastaj ka thënë varg më varg, si shprehje, gjersa ke filluar me fushatën. Vajta e thash edhe deri në mikrofon. Cila është gjëja më e bukur e kësaj proteste? Paqja. Ke gjitha këto elementet që ka aty. Paqja. Paqja. Paqja është gjëja më e bukur. A mendon se në këtë formë, në këtë rrugë, me këtë paqe do ta mundim të keqet madhe? Absolutisht që po, ta thash është luftë e mira kundër së keqes. Ajo që do të kaloj pak pastaj neve kemi tatuazhet që ke këtu tek Flamingo dhe pastaj tek ato 4 botët që folim pak më. Nëse neve kemi psikopatët në krye, që janë vërtet psikopat, edhe atyre nuk e dim se ta zgjë, prandaj afër Amerikës është ishulli i plerave që është me madhsinë e Teksasit, tamam një ishull plerash që është i madh sa Teksasi që lundron në oqean. Prandaj në Indi është mali i plerave që është një mal plerash, e kupton, sepse këtyre psikopatëve që ne kemi në krye nuk i intereson asgjë dhe do vrasin çdo kënd që ata të mbajnë pushtetin. Ajo që na bën neve ndryshe nga ata është ndjenja e fajit që neve ndjejmë. Nëse ne pa dashje, domethënë, apo dhe me dashje e kthejmë protestën e dhunshme. Edhe ja u them njerëzve shpesh këtë, sidomos atyre që kërkojnë dhunë dhe për shkallëzim, që ore, mirë që ka nëna me shesh, nëna me fëmijë shesh, edhe të rinj, që mund të lëndohen, edhe mund të vriten, edhe kur marrin revolucionin e Nepalit si shembull edhe thon, po ja Nepali e bëri për 2 me një fjalim Nepali e bëri për 2 ditë, po vran 30 veta ditën e parë. Kush ma briksi për ata njerëz? Ti që kërkon dhunë, po u vrave ti. Ti që kërkon dhunë vet, po u vrave, unë do bie dëshmor për kombin. Mirë, po familja jote që do qaj nga mbrapa. Do të thënë, mendojini pak këto gjëra para se të kërkoni dhunë, e kupton? Të keqjes. Po ka shumë njerëz që janë stepur nga protesta për shkak se ai vazhdon me arrogancën e vet, me tallin e vet, me përbuzjen e vet, me këtë gjë që ai do të jetë i urryer. Ta thash, është marketing në planin e mirë menduar, si të Edi Ramës, si të Sali Berishës, si të gjithë parlamentarëve. Këta kanë të ngjashëm me të njëjtën gjë që bën dhe Trumpi. Se Trumpi bën të njëjtën gjë që do të jetë sa më shumë i urryer se për ata është ajo shpreha e vjetër që nuk ka marketing të keq. Keq po. Edhe madje lajmi më i keq është marketingu më i mirë. Me kupton? Po gabimet qoftë me dashje, qoftë pa dashje, me vedije pa vedije. A ka pasur kjo protest? Mund të më radhisësh? Janë munduar shumë njerëz që me dashje ose pa dashje, domethënë ta shuajnë ose ta baltosin protestën, por nga ty brenda protest? Nuk do thoja nga brenda protestës, do thoja kanë qenë dhe agjenturat jashtme. Nuk e kam të konfirmuar, do jetë pak delikate kjo që do them tash. Nuk e kam ende të konfirmuar sepse na duhet të gjejmë një video tamam, por natën e 4 korrikut, kur ka ndodhur dhuna ndaj komisariatit numër 3, aty ka qenë një zotëri, një bjerë në dorë, që po bënte sigurisht e pire dhe ishte duke i thënë turmës për të sulmuar policët. Unë e kam parë vetë atë, edhe pas atij momenti unë kam vajtur i kam thënë shefit të togës, shefit dua fort, lutem ma e pak megafonin, sepse ty turma nuk do të dëgjoje policë. Aja për mua ti flas turmës që ti që këtu. S'kemi gjë me ju. Edhe ky tipi me këtë birrë në dorë, që po bënte si ideur, ishte duke i thënë njerëzve hajde i godasin policat.
Jo më larg se para 3-4 ditëve, mua më ka kontaktuar dikush që nuk dua ta nxjerr, më thënë me emër, po dal vetë që ta them këtë. Edhe më ka thënë ca informata që ky tipi, që bënte sigurisht e i dehur, është një nga inxhinierët e projektit në Zvërnec. Kështu që janë shumë thella gjërat. Nuk është ende e konfirmuar. Ka komponent të këtyre Absolutisht po. Po imagjinoje tash sikur të gjitha interesave të imagjinoje tjera. sikur ti, më thënë, si je inxhinier të një projekt që po baltoset edhe me siguri do hetohet nga spaku edhe ti do ish një nga ata që mund burgosesh, normale që do vish aty me vullnetin tënd që mundohesh ta shuash protestën. Kështu që Po të tjera, a ke parë gjatë tyre ditëve në protestë? ora zëra janë tjera? munduar të na kërcënojnë, janë munduar me lloj-lloj Gjëra që nuk pëlqen për shembull nga pjesa e këtij lloj organizimi kaq natyrshëm, domethënë, kaq spontan, siç erdhi kjo protestë. Që jemi bashkuar gjithë zërat bashkë aty. Ka gjëra që nuk pëlqen për shembull, është diskutuar shumë pjesa e mikrofonit, fonis për shembull. Pjesa e marshimit, pjesa pse nuk po kalohet një hap tjetër, është shumë gjëra të tjera. Këto gjëra e forcojnë këto diskutime, e forcojnë qoftë edhe në rrjetet, e forcojnë apo e dëmtojnë? Jo, mendoj që e forcojnë. Për sa kohë ne kemi përplasje idesh, protesta vazhdon bëhet edhe më e madhe. Ajo që ka rëndësi është që të fokusohemi tek sinjali, jo zhurma. Ka plot njerëz që thonë shumë gjëra, bëjnë edhe luftë online me njëri tjetrin, zihen e mallkohen, e shajnë edhe bëjnë video. Nuk është kjo e që ka rëndësi. Rëndësi ka përplasja e ideve. Si për mirë, si për keq, jemi intelektual, jemi njerëz, e kupton, ti ke mendimin tënd, unë kam mendimin tim, mbase nuk puqen si mendime, i flasim, bijem dakord që të mos bijem dakord, japim dorë njëri tjetrit dhe jemi në rregull. Si për mikrofonin, si për marshimin, si për thirrjet, si për të gjitha. Ky krijimi i këtij kuvendit kombëtar, ke ndonjë mendim? Tani, fokusi është anullimi i ligjit 21/2024. Kjo nuk po lakohet shumë për ndjes. Për si parantezë, për atë që thej pak më lart që merr direkt mendi kjo gjëra që ke qenë i vetmi që ke thënë revolucion për 5 minutash, një zë. Ka disa ditë që dëgjoj një zonjë aty, ndërkohë që shoh lloj nënqeshje, lloj përqeshje, që vërtet anulloni ligjin 21/2024 dhe ndërkohë që ajo vetëm vazhdon, vetëm. Jo, unë kam qenë një nga ata që e ka thënë këtë anullimin e ligjit në mikrofon. Pse nuk i jepet rëndësi kësaj gjë? Sepse është themra e akilit. Anullimi i ligjit është vërtet themra e akilit. Plus edhe njerëzit nuk janë shumë të mirë edukuar se çfarë sjell anullimi i ligjit. Domethënë njerëzit kanë frikë se mos se dinë, njerëzit kanë këtë frikë se mos, ju kërkoni anullimin e ligjit, Rama anullon ligjin edhe mbyllur protestë. Jo, mordak. Shiko, ta kuptoni. Anullimi i ligjit provon që jo vetëm Rama, po i gjithë parlamenti është i paaft bëj punën e tij. Me një shembull konkret. Edhe ti e ka marrë në një kafe. Ti të thot shefi më sill një kafe, ti i sjell verë. Ti të thot shefi më sill ujë, ti i çon hamburger. Kjo provon që ti je i paaft edhe i teq nga puna. Parlamenti janë punëtorët. Ne jemi shefa, se jemi taksapaguesit. Ata kanë normale. Ata praktikisht, kupton, ashtu si duhet funksionoj. Ata kanë aprovuar, sidomos ligjin 21/2024, kanë aprovuar këtë ligj si gjithë parlament, edhe ai që nuk e ka dhënë votën edhe ka dalë gjatë seancës, kur është bërë seanca plenare, edhe ai është fajtor aty, sepse zotëri si delti nga seanca, kupton, ai e përfaqësuesi i popullit. Me anullimin e këtij ligji futet direkt parlamentin hetim. Pse e ka aprovuar këtë ligj antidemokratik dhe anti-europian? Shtrohet pyetja radhës. Ky që është efekt domino. Mos kujtoni se ne thrasim anulloni ligjin për të anulluar ligjin e për jo absolutisht jo, e kupton, anullohet ligji, thirrja e radhës është dorëheqje Ramës. Jep dorëheqjen Rama, efekt domino që i gjithë parlamenti. Po nëse Rama jep dorëheqje, ka po të njëjtën efekt domino që të anullohet ligji? Pra nëse renditjet do ishin ndryshe. Jo, sepse
Rama nuk mund të japi dorëheqjen pa një arsye për të dhënë dorëheqjen. Pra do t'japi. Më thënë duhet bëhet anullimi i ligjit që ne prandaj po bëjmë edhe Atëherë luftë. Europës i intereson kjo gjëja? Absolutisht. Është me ne në këtë pjesën e anullimit të ligjit Insigne 2024? Absolutisht që po. Edhe atëherë pse nuk i dha një lloj ultimatumi dje teksa ishin në Bruksel atje? Sepse nuk është bërë zhurma e madhe mjaftueshëm. Nga protesta? Po, neve duhet për këtë ligj. Se protesta ka bërë zhurmë, po ndoshta s'ka bërë për këtë ligj. Është ajo që të kanë heqë mikrofonin ty dhe që nuk e thonë ti. Për këtë ligj nuk është bërë zhurma mjaftueshëm, duhet bëhet zhurma mjaftueshëm. Kush po e myt të zhurmë? Njerëzit kanë opinione të ndryshme. Nuk është çështje. Është nga padituria dhe mos ditë e rëndësisë se çfarë rëndësie ka kjo, apo është i qëllim, ndoshta nuk janë zëra të tjera. Frika. E kupton? Është thjesht frika që të thash. Njerëzit kanë frikë mos për shembull mua më ka ndodhur, kam qenë vetë aty. Edhe para se të merrja fjalën, ishte dikush nga turma që ishte duke më thënë fol kundër Sorosit, e kupton? Edhe unë fola planin që kisha menduar të flisja, që fola për anullimin e ligjit. Edhe pasi mbarova, e kupton, unë shkonte shumë me inat. Pse nuk e thash atë që donte ai që unë. Gjithsecili ka ato, do të thënë, mendimet e veta, e kupton? Po, jemi kundër edhe Sorosit, jemi kundër edhe çdo oligarku, jemi kundër edhe çdo pushtetari, çdo personi që do të ngrej kryet mbi popullin. Bari i keq që më pyet edhe për kuvendin. Çdo bari i keq që do mundohet të ngrihet mbi popullin do korret. Fokusi është anullimi i ligjit, dorëheqja e Ramës, edhe me dorëheqjen e Ramës, hetimi edhe heqja e imunitetit për të gjithë 140 deputetet edhe qa vinë bas tyre, qa janë, o që nga punëtori mi thjesht i UKT-s vëlla, që mund këtë vjedhur tha 3 milion lek, ka bler një Golf 3 me ato lek. Hetim, sekuestro pasurie, përballje me ligjin, burg apo gjob, nuk ka rëndësi, atë e vendos drejtësia, unë s'jam ekspert jurist, por drejtësia duhet të zërë vend, të edhe është koha. Shoh flamingon që e ke bërë së fundmi tatuazh dhe rëndësia që ka flamingo në këtë protestë. Marketing. Marketing. Për ata që thonë revolucioni shqiponjave. Flamingo. Çiko, arsyeja pse bota na do është prej flamingove. Është marketing i bukur. Nëse do ishte revolucioni shqiponjave, mbase nuk do na mbështesnin kaq shumë sa na mbështesi. Pse? Sepse është çështje, domethënë, në qoftë se Coca-Cola do e kishte emrin... Sa reklama ka bërë këtu ky vllai sot. Në qoftë se... Po ta marrë thjesht si shembull. Në qoftë se Coca-Cola do ta kishte emrin pije me gas. Do bli? Jo, është marka. Pra. Brendi. Po brendi shqiptar është Shqiponja, jo Flamingo. Po zona e mbrojtur e Zvërnesit ku fokusohet ligji ka Flamingo. E kupton? Okej. Kështu që është një worldwide. Kalojmë tani vetëm shkurtimisht lutem, kjo ka shumë diskutim, mund të hajë një emision vetë, vetëm të shpjegosh pak se po kalojmë nga tatuazhi i Flamingos për të kaluar tek ajo se çka është. Këtë tatuazhin tjetër, ta ngre pak lart zinxhirin. Këtë e kam bërë në 10 dhjetorin e kaluar. Lexon, këtë e kam edhe te bioja e Instagramit, be safe friend, don't you dare go hollow. Si ta them, Zoti të ruajt me pak fjalë, Zoti të ruajt or shok, edhe mos e humb qëllimin. Inspirimi për këtë është nga një lojë, Dark Souls, që është trilogji, e krijuar nga Hidetaka Miyazaki, që është një ai e ka filluar si është punëtor në një kompani lojrash tek From Software, edhe aty gjeti një lojë që quhej Demon Souls, që këta e kishin futur në sirtar si projekt që nuk do e ndvirnin. Edhe i mori leje shefit vet që me qenë se ju e keni lënë, e keni lënë. Ti jap, ta provoj një herën. Ata i dhanë leje, ai e provoi. Loja u bë hit, që aty pastaj nxori Dark Souls. Për t'jërën shkurt. Domethënia asaj loje. Se ti se ke bësi fan si lojës, po mesazhi që ke marrë nga kjo lojë. Domethënia asaj loje është mos heqja dorë nga shpirti i errët i njerëzimit. Loja ka diçka të veçantë. Nuk t'i jep asnjë lloj tutoriali, asnjë lloj ndihme. Ti hap lojën, je thjesht një i vdekur i pakallur, je thjesht një tip pushtari që është ngritur nga varri, pa emër,
edhe kaq. Nuk ka asnjë lloj tutoriali, domethënë loja nuk thot ku duhet shkosh, ç'a duhet bësh, si ta bësh, vetëm kontroller. Mes hiçit. Je mes hiçit, e kupton? I rrethuar nga përbindshra që duan të vrasin gjithkohës. Edhe vetëm edhe që ata godasin shumë fort me një goditje, do të thënë ti aty mund të vdesësh që kur fillon lojën, mund të vdesësh 100 herë vetëm orën e parë, edhe mos kesh bërë fare progres. E kupton? Edhe është ky koncepti i hollowing. Sa herë ti vdes te loja, karakteri jot ka një statistikë që quhet hollow, që do të thotë bosh. Kuptimi, po ta përkthesh në shqip si fjalë, do të thotë është fjala bosh. Të shkosh hollow në jetën reale, do të thotë të lësh dorezën e PlayStation-it, të thuash, brava 100 herë tash. Lëre, s'po e luaj më, e kupton? Të dorëzohesh, të humbasësh qëllimin. Qoftë për lojën, për jetën, për punën, për protestën, apo edhe për të besuarit që gjërat mund të ndryshojnë për mirë. Kjo është ai që ka infektuar shqiptarë që e kanë humbur të, nuk besojnë që gjërat ndryshojnë për mirë. Tani shkurtimisht për historinë e lojës, aty bota fillon si ka filluar edhe këtu. Fillon është një botë e errët ku jetojnë thjesht ca dragonj, të bërë nga guri, që janë të përjetshëm. Edhe diku thellë në tokë, një ditë bukur pa pritur lind flaka. Imagjinoje si ka filluar Big Bangu këtu, thjesht një shpërthim, të paktën me sa thot shkenca, një shpërthim nga hiçi. Nga kjo flak dalin 4 qenie. Qenia e dritës, qenia e errësirës, qenia e kaosit, edhe qenia e vdekjes. Natyrisht, më i forti nga këta ishte qenia e dritës. Ky tash ndërton një mbretëri, duke vrarë dragonjt, sepse dobësia e tyre me sa duket ishte vetë tima, e krijuar nga drita. Ky krijon një mbretëri shumë të madhe me këtë forcë që ai gjeti. Ama profecia kishte thënë që qenia e errësirës, ata që gjetën shpirtin e errësirës ishin njerëzit të vdekshmit. Ata të tjerë ishin gjithë pa vdekshëm. Të vdekshmit kishin gjetur shpirtin e errët, the dark soul. Edhe profecia thoshte që kur të mbaronte epoka e dritës, do vinte epoka e errësirës. Pasi ra perandoria romake, erdhi perandoria bizantine, pasi ra perandoria bizantine, këtu te neve të paktën erdhi perandoria osmane. Çdo gjë ka epokën e vet, apo jo? Ose si epoka e ndritur e Indis, pastaj epoka e ndritur e Islamit. Ky zotëria tash ishte aq egoist, ishte pushtetar, sa përdori çdo gjë në fuqinë e vet, çdo metodë manipulimi, çdo fe, për t'i gënjur njerëzit, për t'i bërë të harronin që ata kishin ardhur nga shpirti i errët, nga copza e errët e shpirtit. Edhe në fund fare kur flaka ishte duke u shuajtur, ai sakrifikoi veten e tij, përdori veten si thëngjell për ta mbajtur flakën në dezur, edhe kjo e mallkoi botën. Aty del karakteri jot në skenë, që siç e thash, ti je një hiç aty, je një askush, as emër s'ke, ti je një shpat thyer. Edhe detyra jote është që, domethënë, të gjesh gjitha personazhet me rëndësi që kanë copzat e shpirtit të dritës. Edhe në fund fare të lojës ke një zgjidhje. Ose do vazhdosh propagandën e sistemit, që do bësh me ata? Po. Që loja gjithkohës ty është duke të bindur që ta bësh atë lloj gjëje. Të thret. Po gjithkohës loja ty është duke të bindur që ti ta bësh atë lloj gjëje, ty zbulon kisha, ty zbulon domethënë propagandë shumë të fuqishme. Ose ti do shuash flakën edhe do lësh epokën e errësirës që të vijë. Sepse ashtu ishte e drejta. Në vetdije shpirti i njeriu është i errët, nga mënyra se si ne kemi lindur, nga mënyra se si ne kur lindim me të qara, apo jo. Edhe kur rritemi në një vetdije negative gjithkohës duke dëgjuar, domethënë, sidomos në Shqipëri, ti sa lind që ditën e parë me siguri ju tat ose jo tëm, i ka dhënë lek doktorit, ndërkohë që ti ke qenë duke qarë maternitet, e kupton. Ose dikush që ka kaluar aty mbase ka qenë me nerva edhe ka shar, edhe truri jot prej fëmije ka dëgjuar atë fjalë.
e ka thithur atë informacion, e kupton? Kjo është vedia negative, shpirti i errët i njerëzit. Prandaj e kam edhe këtë simbolin që është shpirti i errët i rrethuar nga drita. Është si një kujtim që pavarësisht Po për te dritës çka ka pastaj? Që është ky rrethi me dritën? Kjo tjetra është kaosi apo? Kjo është prap më thënë errësira që kërkon shpirti i errët i njeriu që kërkon të dali përtej dritës. Edhe kjo është drita që mundohet. Kjo është shpirti i errët ka depërtuar dritën, rrethin e dritës edhe po kalon, edhe po përhapet. Në një formë të mirë. Më thënë që nga gjeneza e bisedës nga jashtë brenda, që ti vetë si njeri pavarësisht përditshmërisë, halleve, problemeve, asaj që ndjen kur zgjohesh në mëngjes edhe merr telefonin, edhe kontrollon edhe bën atë rutinën që bën, apo edhe kur ta shikoni këtë, qoftë mëngjes, drek apo darkë, mos harroni që njerëzit janë njësoj kudo. Njësoj si unë po marr frym tani, edhe kam edhe pak të dridhura që e kam vetë edhe ndjej pulsin që po më rre, edhe ti në këtë moment ndjen të njëjtën gjë. Edhe ata politikanë që janë në zyra ndjejnë të njëjtën gjë, edhe më besoni që kur ata bien për të fjetur natën, njësoj si ti apo unë që kontrollojmë telefonin para se të flejmë gjumë, edhe ata e bëjnë këtë rutinë. Është e pashmangshme, në të tillë botë jetojmë. Mbase Edi Rama që e mban veten për artist, pikturon para se të flej, po pra brenda mendjes ti më besoni që e përpunon mirë një koment që mund të jetë lënë, apo një diçka që mund t'ja ketë kapur syri apo veshi gjatë asaj dite, qoftë ajo ditë edhe e sotmja. I thret shpirti këto? Shpirti thret këdo, po janë njerëzit vetë që nuk duan ta dëgjojnë. Po si e manipulon ai shpirtin që mos e dëgjojë domethënë, ose si e shbën, si e largon? Me mohim. Po mohimi çon akoma më në keqësi. Kjo është. Ky është ferri. E thellon akoma më shumë. Ky është ferri mbi tokë për ata, domethënë kur ti bie për të fjetur edhe mbyll syt. A e kanë ndërgjegjen ata? Mendoj çdo njeri e ka, domethënë sado psikopat jesh, sado i humbur t'jesh, mendoj se çdo njeri kur mbyll syt edhe shtrihet natën edhe është vetëm me veten e tij. S'kan tjetër aty. Do të bëj vetëm 2 pyetje, meqense na shkoj kështu biseda. Ishte i mendimi. Po e kam një për këtë pyetje. A e mendon vetë njeriu që mendon të mendoj procesin e të menduarit? Kontemplim quhet ai në filozofi. Ti je i vetëdijshëm të mendosh me mendimin. Nëse njerëzit do mendonin mbi mendimin, bota do gjente paqen. Nëse njerëzit do mendonin. A ka njerëz sot që mendojnë mbi mendimin? Që mendojnë? Pafund. Unë kam njohur shumë njerëz që janë të vetëdijshëm për procesin e të menduarit që me thënë, jo vetëm të dyshosh zhurmën që ke në kokën tënde, po edhe të jesh aq i vetëdijshëm sa në një farë mënyrë ta kontrollosh, në një farë mënyrë edhe ta shuash nëse do. Nëse ke kokën shumë të zhurmshme edhe do të gjesh butonin se ku fiket, ajo fike është vetëdija. Ti je i vetëdijshëm. Se ti je i vetëdijshëm mund ta fikësh, është shumë e lehtë. Zoti na i ka dhënë gjitha veglat. Allahu i lartë na i ka dhënë gjitha veglat për këtë lloj gjëje. Jemi thjesht neve që duhet ta pranojmë. Kaq. Pse nuk e pranosh? Perdja? Jo, zhurma. Zhurma. Si do dukemi ne me këtë bisedën sot? Si mendon? Pra këto lloj bisedash a konsumohen? Jo për të quar veten, për të quar egon lart edhe unin për të thënë sikur kemi bërë një bisedë wow, por mund të ketë biseda shumë më të mira se sa kjo. Nuk jemi ne ata që e gjykojmë dhe vendosim të shenjën e barazimit, por a ka në shoqërinë tonë që të bëhen biseda të tilla për shembull, në kafene, në komunitete ndryshme? Shpresoj që po. E shpreson si e shet ti? Si e shikoj unë, me sa kam rastisur, jam gjithkohës duke menduar, mendoj aq shumë sa harroj çfarë jam duke menduar ndonjëherë.
kam parë shumë grupime njerëzish që janë duke u zgjuar. Janë duke u bërë më të vetëdijshëm për atë që po ndodh. Është cikli, është ajo që shpjegova pak më lart mendon? Është cikli. Ka ardhur koha Tani më mirë është brenda apo jashtë? jashtë. Më mirë jashtë. Pra ke vendosur që të ikësh nga Shqipëria. Jo. Jashtë vetes, Jashtë vetë. jashtë në shesh, jashtë në protest, jo brenda në kafe, jo brenda në shtëpi. Jashtë. Kamera është për ty, është moment e fundit, është skuq, po fiket vetëm pak sekonda për një mesazh, të mesazhin që nise për pas një mbyllje pa folur fare, duke të falendëruar dhe uroj që ta kesh shiju këtë bisedë më shijova shumë. Do të mbyll me 3 fjalë. Shqipëria kërkon revolucion. Shqipëria kërkon revolucion. Kaq. Hajdeni në shesh, hajdeni për vete, mos mendoni si kush është Altini, kush është Jurgeni, kush është Shiksi, kush është Ypsiloni. Nëse vini me atë tuajën, kjo është e mjaftueshme dhe do të zhbëj ndoshta atë të keqin. Do ta besojmë tek vetja një, kjo është më e rëndësishme. Të falenderoj edhe një herë për këtë bisedë. Shumë faleminderit për ftesën. Uroj që të merrni më të mirën nga kjo siç ka dëgjuat dhe uroj që mos mërziteni dhe për të zhurmës ose ujrave që mund të ketë se bisedë e lirë është, uroj që të vijë ai i përqindshi, ai mesazhi, sinjali. Ju dua fort. Be safe, friend. Don't you dare go hollow.